Por të lufdëri, me i deres të madhë, ligia mësot paravollat e pasurit dhe Lazarit e varfër, sepse ajo na çon nga jeta toksore e përkohshme në jetën e përgjithshme pas vdekjes dhe na tregon pasojat e sjelljes mbi tokë. Perëndia soli njeriu në jetë dhe jep të mirat për jetesën e tij, por jo të gjitet pas kësaj jetët e përkohshme, edhe të haroj jetën e përgjithshme. Dhe mos i baj vetëm për veten e tij të mirat e Perëndis, për kënaqësinë e tij, duke mos u deresuar për fatkeqësinë e njerëzve të tjerë. Kush jeton kështu, tu bitok, edhe kush spërdoron kështu pasurinë e tij, pa kelim, e për të shfaqur dikush e për të dëfryer, ndoshta do të jetoj i lumtur këtu mbi tokë. Por pas vdekjes së tij, do të hidhet në jetën e mundimeshme të Adit. Edhe kjo nuk është zbulim njerëzore ose një fantazi e frikshme, por është mesim hinor, e cila ka dalë nga goja e Perëndis. Edhe këtë të vërtet hinore e shikojmë të vërtetohet në mënyrë absolute në personin të pasurit të Ujgjilit të sotme. Në paravolën e sotme Zoti na sfaqi dy njerëz, njeri shumë i pasur dhe tjeri Lazari i varfër. Ngjedhja pas vdekjes së të pasurit është e tmerrshme, sepse ndodhet brenda errësirës së Adit, brenda zjarrit në ferit piket pas prespetimi. Aty do torturohet. Nga vendi i torturës e tij shikon nga larg patriarkun Abraham, të jetojnë në një vend lumturie e gëzimi, dhe e lut i pasuri duke qarë: O atë Avraham, dërgoj Lazarin këtë langit cepin e gistit e tij në ujë, këtë freskoj pak gjyhen time, sepse dikem e kam dhimbje të tmerrshme. Për kë mëkat edhe krimu u hodhën në Adi i pasuri? Nga Ujgjili nuk duket se i pasur ishte i pa bes dhe jo shprestar. Kush pra ishte mëkati i tij? Që t'i jepet një dënim kaq i jasper? Mëkati i madh i tij ishte përbuzja e jetës së përgjithshme. Dhe krimi i tij ishte mosdhemsuria dhe aspersia që tregoi ku drejt Lazarit e varfër. Perëndia i dha të gjitha të mirat materiale. Shumë të pasur e bëri, për të treguar në të afërmit e tij dashurinë me vepra, që të krijuai bamirësinë, që kështu të siguronte dhe ai një vend të sigurt brenda në parajs. Me kaq shumë të mira që e kishte dhënë Perëndia, do mundes dhe ai të jetonte mirë, dhe të varfërt, dhe të semurët, dhe gjysat dhe jetimet do ndihmonte. Perëndia i dha rastin të pasurit që të mbente bamirësinë. E hodhi në avli të varfërin, të skretin dhe të plagosurin Lazar, për të shikuar çdo ditë, kështu që të prekej, të t'i dhimbsej e të ndihmonte. Por ai asnjë gjë nuk bëri nga këto. Por çfarë bëri? Çfarë bën një materialist dhe një adhurues i trupit? Argjonte pasurinë e tij, do me thënë pasurinë që i dha Perëndia, në sfaqje të kota dhe në defrime të përditshme. Kishte vënë si kelim në jetën e tij, të ham e të pim sepse nesër do të vdesim. Dërsa i digjonte thirrjet edhe qarret e të varfërve, edhe jetimeve, dërsa sikonte Lazarin e varfër të uritur, të zveshur, të zvaritet, e të bledhi therimet që binin nga tavolinën e tij, i pasuri që dron pa dëmshuri. As dhe një rom të vjetër, as dhe një copë buk nuk jepte Lazarin të uritur, dhe pa patur denja të dërgegjes. Por desa u skende ti, nuk u skende ikonat e Perëndis njeriun. Kishte dashuri për kafshën dhe jo për njeriun. I ndehur nga pasuria, haroi Perëndin që i dha pasurinë. Haroi parajsën dhe shpirtin e tij. Ky është krimi i tij i madh. Do me thënë përbuzja për Perëndin edhe për njeriun.
Kjo është mëkat vdekjeprures, sepse Perëndia nuk na krijoi për jetën toksore, por për mbretërinë e tij qiellore. Destinacioni ynë është qieli dhe jo toka. Perëndia i jep të mirat e tij për të mirën e përgjithshme, për të jetuar të gjithë. Çdo i pasur nuk është zoti absolut i pasurisë së tij. Është arktari dhe administratori të pasurisë hinore. Është detyruar të i japi dhe të tjerët nga pasuria e tij, tek ata që kanë nevojë dhe kërkojnë mbrojtje. Për atë njeri që nuk i bën këto, nuk ka shpëtim. Çfarë mund të pres një jetën tjetër, kur ai nuk e beson atë dhe nuk bëri asnjë gjë për atë? Ja përse i pasur i ungilit të sotëm, u roberua nga demonet dhe u hodhë në flakat e ferit, por dërsa do të digjet vazhdimisht, nuk do të priset trupi i tij dhe nuk do të zduket, si thot Apostull Pavli. Pjesa e ungilit të sotëm ka dhe anën e saj të gëzuar. Është rivendosje e lavdisme e Lazarit të varfër në mbretërinë e Perëndis. Lazari vdiki, dhe vdiki varfër, i braktisur dhe i perbuzur. Asnjë njeri nuk u kujdes për vdekjen e tij, ku për kujdes për të e gjithë bota e qiellore. Engjëjt e Perëndis vrapuan që të presin dhe në të shoqërojnë, të sjellin në girin e Abrahamit shpirtin e tij të munduar, domethënë në parajs, në gëzim dhe gazelim, në paqe dhe lumturi, në të përgjithshëm dhe në lavdin e papërshkruar. Atje tani shikon ëngjëj, atje gjendet me profetet, sendoret, të drejtët dhe martirët. Përse pra gjithë kjo lavdi dhe derim, ka ki gëzim dhe shpërblim tek Lazari varfër? Sepse ishte i varfër? Jo, i varfër ishte, por ishte dhe besnik dhe i durusem. Virtyti i tij nuk ishte bamirësia, sepse ishte shumë i varfër. Virtyti i tij i madh ishte durimi. Të gjitha mundimet kishin rënë mbi atë. Varfëria, sëmundja, uria, braktisja, perbuzja ka të gjithë. Vetëm qenet e të pasurit i afrohesin. Kalonte pra Lazari jeta martirike. Jeton brenda në feri të vërtet. Mbi të gjitha këto, asnjë angesë, asnjë psërtim nuk del nga buzët e tij. Të gjitha i duron dhe i vuan. Sikon të pasurin të jetoj me kaq luks, por dhe duke i trenguar mosdhemshuri dhe aspersi. Megjithatë, nuk e akuzon. Dhe në vend që të ankohej, lutej dhe lavdëronte Perëndin dhe e falënderonte për mundimet e tij. Dhe këtë durim e tij e shpërblen Perëndia. Durimi është një virtyt i madh dhe vetëm kjo mund të arrijë të shpëtojë njeriu. Ta grej nga toka e mundimeshme në qiellin e lumtur, sepse durim nuk është një virtyt i thjesht, është një kohësisht shumë virtyt e bashkë. E para është besimi tek Perëndia dhe në jetën e amësuar. E dyta, bindje në dëshirën e Perëndis. Besimtari i di që Perëndia i ne të gjitha, se Perëndia tërgon dhe hidhërime dhe mundime. Në të gjitha vështirësitë të jetës lutet dhe thonë me perullesi: Zot, u bëf dëshira jote. Aq sa dhe e vështirë mund të duket, sepse është dëshira e Perëndis, e pranon. E pranon bile me shumë mirënjohje dhe bindet tek ajo me ngadismëri. E treta është vetë mohimi, sepse për të duruar mundime dhe hidhërime pa u ankuar, sakrifikon gëzime dhe lumturi të jetës së tij. I mohon të gjitha, mohon veten e tij, duron lodhje, dhimbje, padrejtësi, privime dhe perullje. Dhe e fundit, e katërta, është pendimi. Pendimi real dhe i vazhdueshëm, sepse kur pendohet i kristeri pa u ankuar, e ne se peson për mëkatet e tij dhe pranon hidhërimet si dënim pedagogjik nga Perëndia, si një mënyrë korrigjimi.
ja sa virtyte ka durimi, për këtë ka vlerë të madhe. Le të përpikemi pra të zotërojmë dhe ne, të adurojmë në varfëri dhe në mjerim, në semundja, në vdekje dhe në hidherim, dhe në përdjekje, në përulesi dhe në përbuzje, të cilat i bëjnë kundër nes, ata që kanë zili, të pas presët dhe të pa besët, për besimin që kemi ne dhe për shpërstarin tonë. Le të durojmë pa uretje, pa ankesë, dhe me tepër të lutemi për këta. Durimi do të na dhurojë guselim dhe çlodhja. Durimi do të jetë çelësi i cili do të na hap derën e parajsës, siç ndodhi dhe me Lazarin e varfër i të duruar. Lazari u bë shembul i dritsem dhe shpëtim për ne të gjithë. Le ta imitojmë, le të largojmë shembulin e erët dhe shkatrues të pasturit të padhemshur. Çfarë mund të kënaqë dhe të përbaj lakmitarin? Pyet Shën Vasili i Madh. Desira e pasurisë është e fortë dhe me kek gazjari i cili shkatron të gjitha. Etja e pasurisë e bën njeriun të asper, të pa drejt, jo korrekt në detyrimet e tij. As të zhveshurit dhe të uriturit nuk e shikon, as për të afërmit e tij nuk i interesohet. Dhe ka të drejtë se Ioan Gojarti të thotë, sa kanë ehje të mundohin të zotërojnë pasurin janë njerëz që kanë urrëtie dhe zakonet e kakia, pedohen shumë, skelin pedimin hajdut dhe sares, të paturp, mos përnjohjes dhe me të gjitha të kakie të garkuara. Ndimi i herë të panumerta, më mirë të mungojnë një pasuri i tillë, e cila e dënon njeriu në hidherimin e të mersëm e të përgjecëm, ashtu si vetë dasesin në pasturit të paravolës. Shumë e si mdhenje, bilet roditese est paravola e ungilit e sotëm. Pasuria, sa ndo e madhe këtë jetë, sa do këtë i knaki, betet në tokë. Besimi të këpërendia, durimi dhe virtytet e tjera apin derën e gëzimit të përgjecëm pranë përëndis. Zoti dhe ne, me dërmetimet e përbisendës i lindësës dhe të gjithë shëndoreve, le të dënisohemi gëzimi të përgjecëm pranë përëndis dhe të ngetemi bashkë me Lazarin e varfër në ngirin e Abrahamit. Amin.